se në Islam Allahu na ka nderu aq lart, sa që çdo njeri është i nderuar dhe nuk ka në ndërmjet njeriut dhe Zotit ndërmjetës. Pra, ki bo gjunahe dhe nuk ka njeri pa gjunahe. Absolutisht nga se krijesa jemi tilla që të bëjmë gjunahe, edhe pa dashje bëjmë gjunahe. Mirë po, Allahu nuk na e shpalon, apo nuk na e përhap atë intimitetin ton. Bile edhe e urren njerëz cilët bëjnë mëkate dhe pastaj i shfaqin. Pra, nga se shfaqja e saj publike, mandaj e bën ato që të jetë më mallor ai mëkati dhe më i zmallueshëm. Prandaj mos ekzistimi i ndërmjetësit dhe mos pasja nevojë që njeriu, gjithsesi besimtari, kur të pendohet te Zoti i tij, të shkojë te dikush dhe t'i tregoj, kam bërë këtë, është vlera më e madhe që ne muslimanët, që pse jemi mranda, pse jemi rrit në këtë, nuk ja dim vlerën. Ata të cilët posaçërisht të krishterët, kur bëhen musliman, e potencojnë këtë vlerë që ka në Islam, nga se kanë një barë të randë, me shku me u rrëfyty dikush për veprimet cilat ka bëhet që njeriu turpruhet nga vetvetja ndonjëherë, leje më me thënë dikujt tjetër. E kështu që kjo padyshim hapja e rrugës së pendimit dhe mundësisë për më u kthye, njeriu është vlerë shumë e madhe edhe për njeriu nga se ata e vlerëson. Ja jep vlerë në gjitha fazat të jetës, pa marrë parasysh çka bën. Shejtani është ai i cili çdo herë e nxjerr njeriu që thotë ti s'mundesh më bëj mirë. Ti ki bo këto. Dhe shumë njerëz në jetën e përditshme kemi thotë, nuk mundem se unë kam bërë këtë. Por nuk e bërë ti ma keq se sa që ka bërë Halid ibn Velidi, që ka qenë shkaktar kryesor i humbjes betejës Uhudit. Ai ka qenë shkaktar kryesor. Mirë po ai kush ka qenë pastaj? Ka qenë Sejfullah. Dhe thot shpata e Allahut e ka mbru pejgamberin për vlerën e tij. Prandaj besimtari kur kthehet tek malli Allah, zaten aty edhe fiton edhe dashurinë e Zotit.